33 vjeçar në Sarandë është arrestuar pasi mbajti peng për disa minuta një 19 vjeçar. Uniformat blu bëjnë me dije se 33 vjeçari e mori në automjet 19 vjeçarin kundër vullnetit të tij, pas një konflikti për motive të dobta. Në njoftimin e policisë thuese në vijim të informacionit paraprak të dhënë ditën e djeshme lidhur me rastin e një 19 vjeçari që dyshoi se ishte marrë me forcë në një automjet, strukturat hetimore të Komisariatit të Policisë Sarandë, në drejtimin e Prokurorisë Sarandë vijuan veprimet për sqarimin e rrethanave dhe dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes. Nga deklarimet e dhëna para oficerëve të policisë gjyqësore, 19 vjeçari nuk ka pranuar se ishte marrë forcërisht, por hetimet e mëtejshme bën të mundur zbardhjen e plot të rastit. Si rezultat, shërbimet e policisë identifikuan dhe arrestuan në flagrancë 33 vjeçarin, banues në fshatin 6 Sarandë. Ky shtetas dyshohet se në datën 24 shtator 2025, rreth orës 13:30, pas një konflikti për motive të dobta në fshatin Metoq, ka marrë kundër vullnetit të tij në automjetin tip Mercedes-Benz 19 vjeçarin, duke e mbajtur aty për një kohë të shkurtër dhe më pas e ka lënë të lirë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës shkallës parë të jurisdiksionit përgjithshëm Sarandë për veprime të mëtejshme, për veprën penale, heqje e paligjshme e lirisë.